Në atë moment isha në gjumë. Vëlla jam Arbeni, a ish si në klap, sa ish këthy prej syfyrit, edhe vetëm e kom dëgju një za që tha policia. Edhe une në atë moment e kom nëzirë armen automatike edhe kom shtijen direkt në derë. Kur për e shoh vlau ra në tokë, edhe mendja jeme thash, ma vranë vllanë. Edhe unë s'kom prit edhe e kom shti në atë drejtim ka ishte ai polici serb, Arbeni kish një revolje, unë isha me automatik. Plus e kishim dhomën tjetër që ishim na 3 vllazët, ishte edhe nona dhe motra hala pa dërzume. Edhe e kisha edhe atë dert me një fjalë. 3 karikatori kisha diku 95-6 pluma në atë kohë, 2 vetëm kishin shku, që i kisha hargju gjatë që aty në gjujtjeve që i kemi bo. Kam qenë moshën 19 vjeçare në atë kohë. Me 20 shtator 97-ën e kom godit një kert policisë. Unë në ato momente nuk e di as vetë qësh mu ka dhoni, kom pas dur të lidh, isha në karrikat e mramat kerit edhe kom dalë edhe jam ik. Edhe mi kanë këput ato lesica, që i kisha në ndorë ata pranga, se di as vetë një gurit bunarit me sakit, të zlica, se di me dëmjet e pune. Martinovici, për këtë ata që se din, është si pikë spari, i ka bo 2 vrasje në Deçan edhe 2 blagosje. Gjatë procedurës e bombardimeve mëna për mëna burgit, edhe që atyne grupeve që kanë kanë bo vrasje në për shakte që ata që të tregova që më ko pjesë e atë podrumit kuzhinës me tromblona me kësi, flitet që ka qenë edhe ajë një ndërta. Ka ikë prej burgit, e ka ikë në malë zi në atë kohë, toni prej malit zi, i kom disa informacione, ka shku në Angli. Na kem pas onër, po ta të tregoj ditën e parë që ku kom shku me flajt, e kom pas onër, përsa vjen një ditë që hapë derën vetë. Edhe do më dhe ndodhi ajo ditë. Mirë mrama, unë jem Naser Tari Sylaj, fshati Isnis, komuna Deçanit. Frymëzimi ka rrjedh gjithmonë prej familjes. Toni, kështu e kemi vazhdu deri këtu ku jam unë. Na jemi familje madhe si familje Tari Sylaj, ka pas gjithmonë të burgosun politik, luftar me breza. Edhe tani erdhe në vitin 1998, muaj janar, 28 janari, sa më kujtohet, ish dita e fundit e Ramazanit. Ashtu kur, si që dini edhe jo, ish si fyri. Edhe gjithë familja, unë për veti nuk isha i nushëm, se nuk e praktikoj fort fen, po si familje, dikush për ty në ishe edhe, një mëngjes të hershëm, ata vetëm kishin rrethu policia dhe ushtria serbe, që adi ju kish ra, si më thonë, në gjurëm puna aktiviteti janë edhe atë mëngjes në rrethojnë gjithë familjen edhe gjithë lagjen, po edhe disa familje të fshatit tanë, gjithashtu, që unë nuk isha ndjeni, po më ndoj në atë moment. Edhe momenti ku kanë hy policia, kanë hy pe 2 anëve, se shtëpia ku jetojshim na, me migje, me djemtagjse, me vllazën e me gjithë familjarët, ishtë me 2 hymje, edhe kur kanë hi mran, kanë hi pe 2 anëve, edhe tash si ekip që të organizuar që shku ata gjithmonë, gjitha dyrt i kanë tentu për me i thyt njëjtën kohë. Po, unë në atë moment isha në gjumë. Vëlla jam Arbeni, a ish si në klap, sa ish këthy prej syfyrit, edhe vetëm e kom dëgju një za që tha policia. Edhe unë pa prit, 1-2, jam ngrit në kome edhe dera veç u përplas, po nuk mujti mu hap momentin e parë, po gjithë familja tjertë, ndëgjova zhurma, brima, edhe une në atë moment e kom nëzirë armen automatike edhe kom shtijen direkt në derë, edhe me disa pluma, tash nuk kujtohet sa pluma, po disa.
Edhe menja janë tash që ata kanë hinë familje, menja jeme edhe e vllajit Arbenit, edhe ishte edhe i vllai tjetër, Ylberi me neve, mendum që mi ju ndalë ndim familjes, dalim jashtë dhe i blokojmë ata mrena për mrena. Po minutin që kemi hapë në derën, atër ata kanë shtinë neve, edhe jemi ballafaqu me disa gjujtje për mes shkallave, katit dytë, katit parë, edhe direkt poshtë, se shtëpia ka qenë me shkallat dronit në atë kohë, edhe paka shumë unë i disha pikat edhe ato pjesë që mundet me depërtu plumi, edhe aty kemi pështu edhe na, edhe ata pa dëmtime, po unë nuk isha hala në djeni, po ma në fund kemi marrë vesh që sa vra kërkosh. Edhe tash, në atë moment, jenë pashit armët, edhe ka una janë, edhe ka una atyne, edhe kemi të ndu me vllain Arbenin, me dal jashtë, kemi bu një plan shpejt, edhe me ju dal ka una jashtë ka hymja e dytë, jo hymja e pare e shtëpisë, po i bike hymja e dytë. Ka pjesa e oborrit, edhe Arbeni ka grabit ma shpejt, dhe kemi hap një derë, ishtë një derë balkonit me gjoma, pa ja u thy gjatë gjujtjev, edhe Arbeni ka këthy i pari, edhe unë isha gati për me këthy poshtë. Edhe ku ka këthy Arbeni poshtë, nërat balkonin që ishte i betonit, kishin qenë 4 polic aty, edhe kë në atë kohë se dike as gjuhën serbe, po për me i frigu ata, ju thot në gjuhën serbe stoj në atë kohë, edhe ata me njëherë kanë tentu 3-4, me njëherë me hinë banjo, ku një banjë në atë balkonin, edhe kjo thot që i ka shkrep revolja, po unë nuk e disha që këti i shkrepi revolja, se aty unë një zhurëm e automatikit tyne, edhe pesha që ky vllau veç filloj mu tërhek në pjesën e oborrit, ka pjesa e poshtë me oborrit, ka bashtja, edhe ka dal në pjesën e poshtë me të baqës, unë isha hala në balkon, edhe në ta sekonda e sha një automatik, ja sha që ish hala pa u zdrit, ish me nxes i hershëm, nuk ish zdrit hala, ish që si me thoni, i bore, vogël, i ngric, si me thoni, e vacër, po e shafat automatik që vike pe janës të disa garardave që i leshim na disa mjetë e pune. Edhe kur pe e shaf vlau ranë tokë, edhe menja jeme thash, ma vranë vlanë. Edhe unë s'kom prit edhe e kom shti në atë drejtim ka ishte aj polici serb, edhe aty jemi ndërprej gjujtjet, edhe ish vllav Ylberi ish mas meje, pa ish i parë matosën në atë kohë. Arbeni kish një revolje, unë isha me automatik. Edhe jemi tërhek mas, kemi hinë pjesën e shtëpisë katin e dytë, ishtë një farë korridori, po në atë korridor, si që din jo dhe tash, lehen disa qasje për me dalë në kulem. Edhe aty, unë me vllain Ylberin, jemi kapë dhe jemi hip në pjesën e kulmit, me mendimin që mu hakmarë për vllain tonë Arbenin. Kur kemi hip në eld atje, atër vetëm unë dëgjojshin disa zhurmë familjes të miqve, disa vajzave të miqve tonë, edhe një miqa jam, Arifi, nisha një zotina që ata ndërhyshin disa polic aty, se jo pse jo qysh asi edhe ndëgjësha që jenë ka mbrojnë pragin e shtëpisë vetë, pragin e shtëpisë, edhe në ato momente, une u ballafaqesha ma ndjenjen që vllau veç nuk levizke, se e shqeshim për pjesës kulmit, na e shqeshim Arbenin poshtë. Edhe 2-3 herë jam hamend për vetëm me gjujtën drejtimin se ku i ndëgjejsha zhurmë të policisë mëna shtëpije,
po ishte pa mujshme për me ditë se çka je ka bën. Edhe disa minuta të këshyër për disa onëve, i shishim që shtëpia veç ishte mbulume, rrethume në tana onë me polic. Edhe kur tu shikuna ashtu, vllav e Ylberi, tu e këshyër vllav në Arbenin, tu e pat nëma atje, ka pa që Arbeni e ka lëviz kryt. E ka rrotullu prej njënës pjesë, prej njërit krah, në krah tjetër, edhe ma ka bu mu, tha, gjallë është, tha, se na Beni thujmë, gjallë është Beni. Edhe natën shi jemi ndërprej pak, edhe kemi pushu, një kohë tash se di, si pas të flitet që ka qenë në atë kohë ora 5 i mëngjesit diko. Edhe kemi nejt një kohë ashtu, do më thonë si në pauzë me një fjalë. As ata nuk kanë gjujt, po as na. Po fati janë, edhe i familjes, ishtë që në atë kohë, komandanti policisë Deçanit ishtë mrena shtëpie. Me disa kolegë vetë, që ishin sigurimit shtetënor, edhe nuk më ishin me lëvizë, se nuk dishin se kush o nel, sa janë, çka kemi pi armeve, edhe kemi pauzu një kohë bukur gjatë. Me thonë nashta një orë e disa minuta, edhe Arbenin e shof që dikush pe e thirë, edhe veç u zdrit, filloj mu zdrit, pe e thirë pe i pjesë tjetër të borrit edhe pe i thot që qaj dur nalt, qa unë kom edhe qaj dur nalt edhe dërzau, me dur maskreje. Arbeni nuk o qu me njëherë, ka prit disa minuta, toni masa nej o qu edhe ka shku ka pjesa e prej kujt edhe e thjershin, edhe ka dal jashtë të borrit, do më thonë e kanë qitë jashtë të borrit shtëpisë. Edhe tash gjatë kontakteve, policëve që kanë kontaktu ata mes policëve që ishin mëna shtëpie dhe mes stacionit policësor të Pejs në atë kohë si flitet, e kanë bo një plan që nëse nuk dërzohem në nelt, me i tërhek familjen që ishin aqët gjithë rëbë që ishin aty, me i tërhek ashtu si në grupë me ta edhe me dëmtu komplet shtëpijen. E tani migja jam Arifi, ka thirë edhe tha nuk ka rrugë tjetër për pas, ka boj farë, si me thoni farë marrëveshje që nuk ka rrugë tjetër për pas dërzimit. Edhe une vendosa, thash okej, thash pe dërzoj vllaun. Ylberin se edhe ish i ri në atë ku ish, se dje i ka pas 16 vjet, diku 16 vjeçar, plus e kishim dhomën tjetër që ishim na 3 vllazët, ish edhe nona dhe motra hala të pa dërzume. Edhe e kisha edhe atë dert, me një fjalë, kisha si. Edhe i thash Ylberit bje poshtë, ti edhe i merë nonën edhe motrën, edhe dërzohësht të familjarët, edhe ju vazhdani e une po rri këtu. Po, une ashtu edhe kështu nuk isha edhe qaq shumë municion, se na unë vetëm 3 karikatori kisha diku 95-6 pluma në atë kohë, 2 vetëm kishin shku, që i kisha hargju gjatë që aty në gjujtjeve që i kemi bo, edhe i thash, shkoni ju, dërzanu edhe atër ta shohim se si po ecë procedura. Kanë shku ata, ka ra Ylberi në katin e dytë, i ka marrë nonën edhe motrën edhe o dërzu të aqët atje poshtë, ku jënë konë gjithë i farloj, si me thoni, i farloj saloni i familjes, edhe aty gjithë familja, policia, aty gjithë bashkë me ta, shkaki që mos të rrezikohen. Edhe kemi prit edhe një kohë bukur gjatë, edhe më kanë lutë disa orë, tash nuk e di parafërsisht si flitet, ka qenë ora 10:30, diku 11, që kemi ardhur te ajo pika e vetëdërzimit, arsyeja se nuk ka rrugë tjetër për pas
mu dërzu se kështu e kanë planin. Unë nuk kam folë asnjëherë me ta, kam najt gjithmonë i heshtun atje në kulem. Edhe kur e parë se nuk ka tjetër, ma shtin edhe Arbenin, edhe Migjen Arifin, mu lutë, edhe dikur vendosa, aty diku ka ora 10:30, me raport mu dërzu edhe u dërzova. Rash poshtë në katin isha në katin e tretë, i bike në kulem atje, rash në katin e dytë, i lash armet në katin e dytë, të që rash pa armë, edhe kur rash në katin e parë, u dërzova kishe me atë marrëveshjen që kur të bi poshtë, mos me pas dëmtime, tortura ndaj meje, po kur rash poshtë ata me njëherë ndryshun planin e vetë, me një fjalë më prejnë, edhe mu gjojtën disa policë aty në prezencë familjes, edhe tash që din tonë ata e kanë buat punën e vetë, jenë mundu me më dëmtu sa ma shumë, edhe në kanë bashku me një dhomë gjithve, mashkujve, jemi konë në atë kohë ishim 7 mashkuj. Isha unë e vetë i treti vlla, ish Migja Arifi, fëmini kish Madvacër, i kish 13 e poshtë në moshë, Migja Shaq, i kish 2 djemë, e në arrestun gjithve 7 për një familje, në qunë në policinë e Deçanit të asaj kohe, edhe në shtin në një farë podrumi, aty është policinë e Deçanit, kush e din që e manë në atë kohë, në shtin gjithë me një dhomë, me duhet lidhë në masë, edhe në kanë torturu gjithë ditën, atë ditë. Unë që dita si ta spjegaj një farë torture, duhet mas e kryt në muri, e kom sa ma largë murit. Mu shty masë, ta shti peshoj që gjithë peshat peshojken në balë. Edhe ashtu kemi najtë gjithë ditën deri në orët e vona që ka fillu mu të rru. Kohën ku ka fillu mu të rru, tash s'pëjhin detaje ato tortura të rrehmjet se cili që vika aty në atë mundin e vetë, do më thonë që s'kan lonë gjo pa bo neve, edhe kur ka fillu mu të rru, në kanë tërhek mu me një makinë, Arbenin vetë, mu vetën edhe Migjen Arif vetën, edhe në kanë qunë drejtim të pejsë. Familjarë tjerë që ishin me neve, edhe 4 tjerë, i kanë liru diku ma vonë, si pas fjalëve tyne, ashtu të dëmtu me të rehun, mu, edhe Arbenin, edhe Migjen Arif në kanë dërguar në policinë e pejsë në katin e tretë, sigurimit shtetënor në atë kohë, që u thërke UDB-ja. Kam qenë moshën 19 vjeçare në atë kohë, po në mënyra, pse kanë ardhur ata në mënyrë të organizuar aq fort, kanë ardhur se në shtator, me 20 shtator 97-ën, e kom godit një kert policisë. Ka tentu me mnalë, ku ditë votimin atë kohë, nuk e di për diçka zgjedhjet të asaj kohe, edhe tash, si që dini edhe jo, policia gjithmonë e kanë pas një ekip e tyne 3-4, kanë bo patrolla në për fshatra, edhe ata kishin qenë në qendër fshatit Tisni, që unë edhe kalova për skaj tyre, ata tentun me mnal, isha me një traktor pune kështu. Edhe tentun me mnalu në Sunala, ndalova edhe eca në drejtim të shtëpisë, lagjes, tash qendra i Sniqit është lagja parë është lagja Ozdauta, i Haklajt, tonë jemi në Tahir Sylaj. Edhe une veç vazhdova ata mu vun mas. Po tash, ata vishin mas meje edhe sfiratshin, po unë nuk javë lëshajsha rrugën. Po tash, kur kemi shku të lagja Haklaj, janë 2 rrugë, lagja Haklaj edhe lagja rruga për lagja Tahir Sylaj. Edhe ka qenë një bander, sa më kujtohet mu, A. Edhe ata kanë hinë nën pjesën e banderit me më kalu mu edhe me më dalë për para. Unë s'kom priti, kom godit kjerën e policisë në mes.
po i uni brime tyne, po ata iken, me një fjalë dulen, kalun, edhe miken 50 metra para traktorit. Unë isha edhe atë ditë isha me njënin për i vllaznin, Ylberin, në moshë 16 vjeçare, sa më kujtohet, edhe isha me një shok të zdaodve, një farë afrim o zdautaj, edhe aty do më thonë filloj gjithçka. Edhe unë ika për atë moment, po tani tu mundu me i pështu këta më nxun. Ma qitën rrethin edhe më nxun, se nuk më e shisha tamon se i arrestun dytë, i ledhen edhe i shtin makinë, po një kish pa nejt në makinë, e këta dy tjerë nuk i shisha mirë, e më njoni më dulën pjesën ka hina unë, po tjetëri që më kish dalë në pjesën tjetër në balë, nuk e shisha, edhe unë tani tu i ka nena, ktheva për një kulmit, rash, bukur si poshtë, edhe domtova themrën. Edhe pashqës që më ka muj me nga mo, dhe kur kam dalë një bashqë, aty tani jam taku një polic të asaj kohe, edhe jemi përlesh që ashtu, a i ka njës me bërtit, edhe ka thirë një ndime, edhe më ka ardha i pimasit, edhe kanë arrestu, minutën kërë më kanë arrestu mu, toni kanë fillu njerëzit, kish pa shku dikush aty i fshatit edhe shku të shtëpia shpejt, mulle thot familjes thot se vranë për mu në aserin. Edhe Arbeni pa një, pa dy tenton me marrë armë, po Migja Arifja i vjen me njëherë para Arbenit, edhe mu më shtin makinë, i lëshun vllaun edhe atë shokin, po fillun mu ngarru qytetarët aty, fratarët e mi, edhe qashtu, tu pritë që qka pëndohë me mu, ata vetëm kishin lajmëru në policinë dhe qanë që me ardhë një ndim, po fati janë që para se me ardhë ndima, erdhë Migja, qashtu me fjalë me ta, kur e shof Arbeni me njëherë ka fillun përleshje me një polic aty, edhe ata tentun me marrë edhe Arbenin, po aty të një hinë qytetarët mes, nej Arbeni ish hala pa i mu 18 vjetë në atë kohë. Se të një Arbeni në janari ka bo 18, po në 7 orë ish hala pa i bo 18 vjetë, ku e merë, ku të një me marrë këtë fmi. Edhe qashtu, unë në ato momente nuk e di as vetë qësh mu ka dhoni, kom pas dur të li, edhe isha në karikat e mramat kerit, edhe kom dalë edhe jëm ik. Kam ik, se di as vetë si kom kësy disa tela, edhe kom dalë, kom hi një familje të aty të fshatit Ozdautaj. Edhe aty ka dalë dikush edhe tamon as një minutë s'ma mërmenja ku kanë ardhë Arbeni me disa shok aty. Edhe mi kanë këput ato lesica, që i kisha ndorë ata pranga, se di as vetë një gurit bunarit me sakit të zlica, se di me dëmjet e pune, po na ikem tani, se kem atë lumin lumardhi, nuk e kemi lërgë për i lagjes, edhe dishim terenin, thamë po dalim atje ka lumi, edhe ikim roncit lumit, edhe dalim dikune për pjesë të fshatit poshtës, se bujmë diçka, edhe tash, momentin kërë imi ikina, ata e ndalë pak edhe pi kontrole edhe ma arrestojnë Migjen, Arifin, edhe e majnë në atë kohë, diko ka ofër një muj burg, edhe e dëmtojnë fizikisht fort. Edhe unë e ika atë natë, një familje në Sofshala, i fshatit tanë, najta atë natë në familjen e tina, të nestrit, jam shku, e kemi një pash është Hoxhi Carabregit, edhe ajo ardhë ka hetu se ku jemi, edhe në ka ardhë, në ka marë, në ka qunë familjen e Hyse Gecit, edhe qa është Gecit të luks, të pash në komunës Deçanit, aty kemi nejtë diku një javë, edhe tani kemi shku deri me, sa më kujtohet, diku ka fundi dhetorit, për me prit vitin e ri, dhe më thonë, kemi najtë të familja e Recep Gashit Bërliqit. Kemi najtë diku prej fundit shtatorit e deri ka fundi dhetorit. Në fund dhetorit kemi këthy ka shpia dhe qatë për ju sa kom najtë ka shpia, është ardhë dhe më thonë, si pas dyshimet mija, kanë marrë vesh se
jemi ka shtëpia edhe na veç ishim të armatosun, kisha armë edhe të ajo familja Recep Gashit, po gjatë periudhës kur u anca vetëm me armë dore, me një revolje, një kalashnikov, kisha edhe granata dore, kisha edhe disa armë tjera, po I kisha në atë familjen e ati mike, kemi edhe mik shtëpie, po tash unë e thirri edhe daj, se është daj I djemve të ajs, se unë tash e thirri edhe daje, tani aty ka fillu gjithçka prej atyhet. Ai frymëzimi e toni edhe ai nati me ndaj tyne, edhe jemi ardhur deri te problemi I janarit. Arifin e kanë marrë se ajo kohën, si me thoni, I zoti shtëpisë në atë kohë, dhe gjithmonë nuk unë I akuzum se ajo është frymëzimi janë. Na ka frymëzuar me një fjalë, na ka bo si kryefort ndaj policisë edhe ushtrisë të asaj kohe, edhe ashtu edhe ish, me thonë drejten. Domethënë se gjatë asaj procedure, sa isha unë në narrativ, më kujtohet një rast, na u merrshim ka pak edhe me sporte luftarake. Unë, vllaznit, djem të Ajës, edhe disa kushëri aty, edhe bëjshim zhurma në mbrëmje, kem pas jot burra vjash shtëpie, edhe më kujtohet një rast, na ka ardhur, tha djem, thene, këtë odën, tha pra, nëse na vin policia edhe një herë, tha, duhet me bo çka duhet me bo. Tha, jo, tha, milion me hija ata sa hërdojnë, tha, kënena, edhe domthon ajo ishte edhe një frymëzim për mua që mos më dërzu me një fjalë. Periudha e stacionit 5 konë periudhë 72 orë, siç e dini edhe jo, nashta, ka qenë periudhë e vështirë, me thonë drejten. Unë tash isha I vetëm, vllaun e kisha diku aty, kisha pas edhe një kushëri që isha arrestu, atë ditë, migjen, edhe tash se cili me ato procedurat e veta, me ato torturat, ndryshme dikush në ryshit, dikush, po, si me thonë, unë e kom pas tortura gjithmonë, ndryshme prej kush hika aty, delke gjithmonë me ato pretendimet për me nxerr, me fol diçka, me dit diçka, po une për vete, si me thonë, e pata gjetë një mënyrë të vetëm që edhe më funksionoj, që nuk kom jep kur far deklarate, do më thonë, gjithmonë ju kom përgjigj, ka të keni unë nuk di, mosh veç 19 vjet, edhe se di as pse po mundoni për këtë punë, ju çka pat, çka kom pas, e gjet, çka di, që ka di, më bo ma tepër s'di, edhe ka çka qenë, do më thonë, edhe ma në fund, do më thonë, kalova, si më thonë, gjithmonë rrahje, tortura, pra ma tepër nuk kanë mujt as që me mështi me fol për dikon. Tani mas 72 orëve kemi shku në kanë qenë në burgin e Pejs, kemi marrë diku ka, si sa më kujtohet, ka 15 ditë vetmi, janë disa dhoma, kanë qenë në atë kohë në katin e tretë, që kënajti vetëm, për mu ish problem pak me thonë, edhe se isha edhe në moshë tre, edhe isha hera parë që isha burgos, tash mas gjithë asaj ati problemi që e patem, edhe burgi është pjesë e ronë e asaj kohë, mas 15 dite, na qunë katin e parë. Të është në katin e parë, në atë kohë nuk ka pas halat burgosun shumë, kemi qenë disa, një 20 e diçka të burgosun. Ka qenë burg Hetus, edhe në kanë qunë, sa më kujtojtë, kam qenë veti treti në atë kohë. Edhe aty kam vujt diko deri me prej 28 janarit, tash plus 72 orë, që I bjen prej fundit janarit, kam vujt dënimin deri me 12 gusht. 98-ës. Me 12 gusht 98-ës, një mëngjes të hershëm, që halas ish halat tërë, na kanë marrë ushtria dhe policia, as vetë nuk e di, maska dhe na kanë shtine për makina, në për kjerët ndryshme, edhe mu
plot burgosën, se ata dikur u moshën burgjet me të burgosën, u bom tepër 7, 6, çdo dhomë u mosh burgi me të burgosën gjatë se filloi lufta, tani u bë gjithçka ndryshoi edhe na kanë transferuar në burgin e Kralevës. Mu, vllaun edhe kamera me Xhekaj që ishim një vepër me ta, edhe disa të burgosën tjerë t'i kanë shkep në për burgje tjera, edhe aty kom vujt edhe 5 muaj e disa ditë burg, në burgin e Kralevës, dhe më thonë për periudhën e luftës në Kosovë, edhe kom vujt burgin i vetëmi shqiptar, kom qenë në dhomë me 5 Serbë. Më 19 janar sa më kujtohet, apet ashtu, si gjithmonë, në orët e hershme të mëngjesit, na kanë marrë edhe na kanë prunë në burgin e Dubravës. Na jemi akuzu në atë kohë, jemi konë burgosën politik edhe kem pas një nend veçantë, kem pas tentim vrasje në personat zyrtarë. Ta asaj kohë, domethënë, jemi konë për akuzën e tentim vrasjes. Edhe ashtu na kanë trajtu edhe gjithmonë, po burgi gjithmonë u koni informum për secilin burgosën, për çka është, edhe gjithmonë, se nuk më edhe me hi me detaje, kemi pas trajtime të veçanta, për keq gjithmonë fjala, prej gardianëve, prej gjithëve me një fjalë. Edhe prej të burgosni, po fatin atë ku, unë po flas për vete, kam qenë i mosh 3, fizikisht jam konë i përgadit edhe ja kom dalë me një fjalë. Po fillimi që thash, fillimi i burgit, në pej, muj me thonë diko 2-3 muaj, ka qenë, dhe më thonë, për mu ka qenë majron, edhe pse në atë kohë hala ish, dhe më thonë, filloj lufta, nuk ish qaq, po burgi erë tu vështërsu, po unë erdha tu ndryshu për mirë, dhe më thonë, mon nuk e kisha problem burgin, me një fjalë u adaptova, edhe se kom pas problem, kom kalu, po flas për ka ona, e burgit gjithka kom kalu, dhe më thonë, mirë, përveç probleme dhe rrehjeve atyne që i kanë pas ata për detyrë me na i bon ndaj neve. Me thonë drejten, unë isha keq për një arsye pse s'isha vet pjesëmarrës. Edhe më kujtohet një rast me një burr, një farë qazim se i dija i puna shecit, ishë moshën në atë ku 50 e disa vjetë edhe unë smurreke edhe lujsha, jem kohë që ashtu si pak si lujsha me dorë tepër, ka pak me të burgosun, e dikush e bajke, dikush nuk më i keme e bajt edhe qashtu unë thash me mujt, kisha pas qef me shfrytzuket energji, jashtë, po më dhimet vetja pse po i qej këto ditë dam, po si me thonë, nuk ish mundësia për me marë pjesë, ishim që ato kushtes që s'kishim mundësi. Në burg Dubravës edhe, kur kemi arë në burgin e Dubravës, si pas të informacioneve që i kisha une, në burgi Dubravës o mshel në vitin 98, diku mos gabofsha flitet që është mshel edhe është, në një fjallë kanë marë ushtria, policia, ndorë edhe o bo si pjesë e forcave të ushtrisë të asaj kohë serbe. Po tani në muajin dhjetor 98 është rihap edhe njëherë. Apet po flas sipas informacioneve të mia. Edhe kur ka marrë dhune, me 19 janar 99 nuk ka pas shumë të burgosur. Jemi konë, si me thonë, nuk e di saksisht, po jo shumë. Edhe në kanë qunë në pavilionin C. O konë komplet pavilion i izolum, ta shkush o konë atje edin, edhe aty me një fjallë kemi najt deri me 24 maj. Dhe më thonë, i kemi përjetu bombardimet e masakrën në Dubravës e gjitha ato probleme që jonë konë në atë burg. Për i kandit tam që une kom pa, dhe më thonë, kam qenë fillimin e vujtjes dënimit në burgin e Dubravës, kom qenë në katin e dytë. Edhe me 19 mars, natë 9-ës neves në denun. Mu edhe vllaun,
edhe Kushërinin, kameramet Gjekaj, na denun me ka 4 vjetë e gjysë burg, mua dhe vllaun, kamerin e denun me 5 vjetë burg. Tani na zbreten atë ditë, na zbreten në katën e poshtme të burgit, qatë pavilionin C, edhe nuk kalun 4 ditë, sa pi bën 5 ditë, 24 marës, fillun bombardimet, edhe u keqsu gjithë shka. Fillun të një ato torturat. I veç ishin torturat edhe për para, po të një u keqsu gjendja komplet. Ndryshoj gjithë shka, edhe u bo rrezik me një fjalë që vetëm me pështu. Më kujtohet një rast, masi na mbyllen, edhe u dënova, tash me një fjalë, s'kaloj as java, i ra NATO, edhe më kujtohet një rast, për i thëm një gardianit, a bon me i hek flokt, me i qeth flokt. A i ma kthej përgjigjen, po unë se kuptova. Tani, kur e pyta, i shok aty, tha, kish pa thonë ai gardiani që harrej flokt ruje kryt, se mos po të shko kryt krejt. Edhe me thonë drejten, unë se kuptova, se nuk na mor mendja që na ndodh një gjë e tillë në burgje, se s'kisha ndëgju ndonjëherë që ndodh ashtu. Po, fatkeqësisht edhe ashtu ndodhi. Kur erdh 19, nejse, gjitha ato vështërsi, rrehje, po rrehja kur ta bëjshin ty si personalisht nuk e nishe aq keq. Unë nishe bile edhe më i fort, se që më thonë, pe i natit e qujshe veten edhe burri, dhe hajtë se burri jam edhe duhet me i përballu gjithçka. Po kur i ndëgjojshe tu t'i rresh shoqërinë ose vllaun, tash kush ka qenë me vllazën në burg, ka pas edhe disa tjerë, është pak ma e rëndë, domethënë të prek ma fellë, edhe është shumë të paktën edhe kur është edhe ma i vogël mosh, ti që je ma i madh nihesh shumë keq. Domethënë na ka ndodhur disa herë kjo gjë e shoqërinë gjithë burgosit, ka pas maltretime të lloj-llojshme, në gjysë natë, kanë nxjerrë njerëzit për dhome, që kemi qenë nashta në gjumë, vetëm me na friksu, me na shkatëru moralisht. Edhe kemni brima, piskama, të lloj-llojshme, torturë, me shti njerëzit me kënu në gjuhën e tyne, kush e ka ditë gjuhën, me kënu, domethënë, muzikë tyne, kongë tyne, vetëm për me na torturu psiqikisht. Po, gjithashtu edhe e përballum edhe atë torturë, por këta të fundit nuk e kisha prit asnjëherë. 19 maj, 99, domethënë një mëngjes, diku, s'po di, ka qenë diku ka ora 9-10 i mëngjesit, ajo gjithë kohën gjatë pej fillimit bombardimeve, gjithmonë në ato orë të hershme, para dite, ndëgju aeroplanat e NATO-s, edhe na kem pas një farë, si me thonë, i farë morali ma të fortë, se kur i ndëgjojshim, na pathi mendja që shpejt po ndodh diçka e mirë për neve. Po vetë nuk ishim kur fare informacioni në qatë paviljon. Mas nuk ishim mundësi mu pa me dikon dhomave tjera, vetëm qa ishim me në një dhome 3-4 më varet sa qysh jenë konë dhomë. Edhe po atë ditë, e një zhurmë pak ma të veçantë, zhurmë pak ma thekshme edhe shumë e madhe, edhe komull kryt ka dritarja, mos pe shoh, mos po shoh diçka. Edhe vetëm e kom një përplasje ka godit pavilionin ta një herë. Edhe kur ka godit pavilionin, gjithçka ka plas, me dritare, me dyrë, gjithçka për ati daftit. Pëlsitje se ka pëlsit. Vetëm aty këtu në i dhomë që s'ka mujt me thy deren, se vetë aj detonimi hapi çdo gjë. Edhe jem plagos këtu, domethënë, diku ka pjesa e hundës pashme këto dhe buza, prej gjomave, prej ati korniz dritares, edhe vëllavët gjithashtu për disa spirave gjomave, edhe
kemi dalë, po para se me dalë në korridor, i ka ra edhe një herë. Dhe më thonë, i ka ra 2 herë edhe e ka qelë. Fati janë ka qenë që nuk kemi dalë me një herë në korridor, edhe janë bo 2 detonime, edhe a qelë paviljoni përmidis, si me thonë, edhe ka pjesa e mesit ku ka qenë, ajo edhe karaudha e gardianve, edhe aty u konë gjithçka e shkatërume. Kemi dalë jashtë edhe jemi taku me disa shok paviljonit edhe kanë ardhe pi paviljoneve tjera, disa të burgosën që ishin ma të lirë, me na jep ndihmë, edhe kemi dalë atë ditë, me një fjalë kemi najt gjithë burgosin në parabar, sa unë e di, edhe nuk ka pas, atë ditë nuk ka pas moe gjujtje mrena oborit. Në burgit, ka pas bombardime jashtë, po mrena sa më kujtohet mu jo. Edhe kemi najt gjithë ditën ashtu në për disa vene, salat sportit, disa paviljone që ishin pa burgosun, ta tjerë të burgosun kanë najt në për paviljonet veta, ashtu jemi njoftu me disa që i njëshim. Ditën e nesërme ka qenë dikun 20 maj, edhe ka ashtu, njëtën kohë, në atë kohë nuk e dishim, po tash, si pas disa informacioneve, flitet se kanë bombardu aeroplanat e ushtrisë serbe, mrena burgit. A jashta burgit, kuptohet gjithmonë, kemi ndëgju kundra aeror, po me 20 maj, toni kanë fillu apet bombardimet në gjdo paviljon mrena mureve, në burgit. Edhe aty kanë fillu disa vrasje, disa shok që i njoh edhe une, prej atyne granatimeve, atyne detonimeve, prej copzave të betonit, edhe vetëm dy shok që i njësha që kom pas rastin me najt në dhoma me ta, veç u vranë, edhe i njoni është pej komunës Pejs, Artan Gjekiqi, edhe tjetëri është Adem Jasiqi prej komunës Junikit. Ishtë mosh diku 50 e disa vjetë, me ata kisha najt me një dhomë. Me këtë Artonin, kom najt 3-4 ditë sa më kujtohet, me Ademin kom najt një kohë ma gjatë, në atë katin e dytë në paviljonin C, edhe u domtun prej edhave, prej atyne spirave. Edhe aty e pash që mo nuk është zërë me mbijetu jashtë objekteve. E pash që është rrezik prej bombardimeve dhe une me disa shok që isha bashkë dhe vllavën Arbenin kemi vendosë me shku me hi në paviljonin C, apet, gjatë gjithë ditës. Kemi najnë në paviljonin C, aty në mes ku ishtë një dhomë nën karaudh që i lejshin ato gjanat e pastrimit, burgit. Edhe po, kemi hi aty dhe kemi najnë gjatë gjithë ditës edhe me një kushëri tjetër apet, një farë Met Osmoni, i cili o vra të nestrit në gjatë masakres, edhe disa shok tjerë që i kemi njoftu në burg, që i kemi taku në burg, diku jemi kohën 8-9, aty dikun se së nëzajke edhe dhoma ma tepër, kemi najtë gjatë gjithë kohës, herë delshim jashtë, kur u qëtësojke puna, po shumicën e kohës kemi najtë aty. Gjatë në atës, kemi najtë deri vonë, ashtu qutë. Në orët e hershmet me mëngjesit, më kujtohet, na kishkap gjumë shumë i ronë, me një fjalë gjumë që s'më isha as kryt me qu, kushërini Meta, ka ardhë edhe na ka zgju nga gjumi, edhe na ka thonë që qunu se vetëm jenë ka rreshtohen të burgosnit, edhe jenë ka dojë me na transferu diku me një burg tjetër. Jemi quna dhe kemi tentu me shku atje ku kemi qenë para se me ardhë aty, një farë se di jo kun si
biblioteka, se di as vetë që ka qenë, i kishim lënë disa gjana personale, tanat. Shkum atje nuk mujtem me marë kur gjo, se gjatë bombardimeve i kishë në zonë. Betoni nuk mujtem me marë kur gjo për i robave që i kishim personale. Edhe tamon e shof që rreshti veç kishë fillu, mu rreshtu ka pjesa fushë sportit, fushë që ish jashtë, jo mrena salë sportit, për një fusha e jashtit që ish rëndës murit, i bika aty dikon mes pavilionit C edhe B. Edhe e shofat rresht që veç kishin fillu mu rreshtu, kur kemi shku atje, jemi taku në disa shok, edhe na qka kishim me veti, unë po flasë personalisht për veti, i kisha dokumentat, që i kisha pjesën e jaknes mran, edhe fotografit e familjes. I kisha disa fotografi që nuk i lëshesha kur për trupit. I mojsha gjithmonë në gjaket. Edhe minutin që kom shku aty, jem rreshtu në rresht, mu sa më kujtohet, jem rreshtu me kushërinin, meten, kamerin, vlaun, edhe disa të burgosën tjerë. Kom dëgju që veç i ka hedh dikush disa granata dore, edhe më kujtohet një zohë që ka fol, se dikush asat nuk e di, veç në ka bon nanu se na muren qaf. Edhe atër krisma, mina helsa, Kalashnikova, gjujtje pitane bomba dore, edhe tamon kom tentu mu step mas, e kom pa që më ka kapi plumën kome dhe me një fjallë ma ka hup koncentrimin, edhe me njerë kom ranë tokë, edhe një bombë më ka pelsit shumë afer, edhe më ka plagosë në dorë. Edhe më ka mush, edhe pjesën e majt veshit, nuk e kom ditë që e kom temin në ata momenta, edhe më ka mush me dheje, me barë ftyrës, edhe aty më ka hup as se kom ditë për vllaun, as për shokt, as për asnjë, kam shku zhag, po fati i jam edhe i disa të burgosit tjerë, fusha, që është burgi Dubravës, është pak si koder, e fusha e sportit ka qenë rafsh. Tash, nëse ti grabit me kalu pjesën e fushës, të një ka qenë një shkallë e madhe, ma poshtë, e tokës, që ki mujt mu mbrojt, edhe qaja mu për veti qaja më ka pështu. Tamon kom grabit zhag, edhe kom ra aty, edhe ku kom ra aty, kom tentu me këqyr që mos pe sha vlaun, se kom pa edhe jëm tërhek mas, edhe kom hi mes pavilionit B, edhe ku një ndërtes tjetër e that, edhe cehit e kom pa një shakt i hapun, edhe e kom taku kamerin. Edhe kamerja i shoki jam i fshatit, ish plagos ka pjesa e qafës këto, pjesa e musklit krajt edhe qafës këto, edhe me një fjallë univa shumë keq, se ke pak në gjenje matë rone, dhe më kujtohet një djallë i muregjve të pejsë, një farvisar Muriqi, në atë kohë nuk e njësha ata, po kameri ka hi në shakt, edhe më ka pyta i tha, bën me hi, edhe unë i kom thonë hin, edhe unë kom thirë me zohë, se për gjithë burgosit tu ike, tu asi, kom thirë me zohë, nemen arben, edhe, po nuk e kom pa, më ka përgjigje, kom dëgju zonën e tina që dikun ashtë, po nuk e kom pa, me sy se kom pa, edhe kanë ra ata dytë shokët në shakt, edhe unë kom najt një kohë që është në bryla, kom najt me pjesën e epre, me trupit, kom najt mi shakt, mos pesha hala, po se pash, edhe të një kam ra në shakt, edhe më kujtohet kameri, nisi pak me hup kontrolën, edhe më të thonë drejten, nuk isha fort edhe në gjarje me plagë, se ajo plaga ish pak si
si e hapën e bukur si fort edhe gjakderdhje, edhe me një fjalë pak u preka, se thash, mos nuk po mundet edhe me mbjetu, po nuk kaloj shumë pak edhe u këfjell. U mundum që ashtu me tesha, ma hase mi anal gjakin që qishojt, a i shoki i pejsaj nuk u plagos për në qatë kohë. Të një masa nena, ma nuk më karat, nuk kom pas kontakte me ta. Edhe është bo një farë pauze, gjujtjeve, aset tani kom kalu, jam qupi aty, kom dalë për shaktit edhe kom fillu me lyp arbenin. Edhe kom shku e kam gjetë me një shakt të ambulant aty ku spitali i Burgit, kishë qenë në shakt poshtë edhe që kishin një mu disa shok aty, kishin një mu me anal gjakin, kishë qenë me disa vena i blagosne. Edhe i një moj me dalë jashtë, jam i domtu në konve, i shkon disa vena konve, po tash për mja hek pak, se cilën plagë që jash plaj, që e thasha sanski këto, edhe nej se aj ish i plagosun, po hala mujke me leviz që ashtu disi. Edhe atë dit, me një fjallë ka shku ashtu, të i një mu se cili që qishojt, angazhim të mundu me një mu që qishojt. Ta shti, i bjen 22 maj, ajo dit, edhe kanë ardhë orë të mbramjes, edhe kanë organizu disa të burgosun që ishin organizime sipër, na kanë organizu gjithë blagosnit me një vanë, disa tjerë janë shkep ashtu në përburgje, edhe ne mu dhe vlau në ra me najt me të blagosun në kuzhinë, në pjesën e poshtme të kuzhinës. Sa i kuzhina faktisht dëmtu, po ishi farë podrumi dhe për shkak të sigurisë, thanë shkon ju të blagosnit atje poshtë. Edhe aty disa nuk i mbjetun atë natë, ka pas bëjmë i qunë në orë të hershme të mëngjesit, disa prej tyneve që edhe, si më kujtohet, një djali i Kaçanikit, asad nuk e di se kush është, ka qenë mosh 13 vjeçare, ka qenë afër meja aty, edhe kam ra, kemi fol me zveti, edhe po gjithë kohën, disa që në animojshin aty, ju lip ke uj. Kur jemi qunë mëngjes, ka herë të kapke edhe pi lodhjem, na ishim edhe të lodhun disa mujt pa ushqyme, ishim të lodhun edhe fizikisht shumë. Në ka kapi gjomiron, kër imi qunë me nxes, a ideali veç kishë në rujetë. Edhe tamon së ditash sa urat ka qenë për afërsisht, kanë ardhë një ekip i disa të burgos, një flitet serb, edhe disa paramilitarë, edhe kanë hy në për burg, edhe kanë nëzajshin që mëshin me godite, me tromblona, me na gjujshin në për dhoma, po fati janë ku kemi qenë na, që aty në qatë dhomë, ka qenë rëshetka, po kur gjujshin me tromblona, ajo trombloni godit ke hekrat para se me hy në dhomë ku ishim na, edhe e bëjke plasaritjen jashtë, na ishim mrapa mureve dhe kem pas rastin disa me pështu. Toni kanë bu ata qef një periudhë caktum, mas disa orëve kanë fillu me na thirë, me na ftu, me na thirë, me na bo troqë edhe njëherë me ditë se kush qka sa janë dek, sa janë gjallë, edhe më thonë drejten unë për veti vendosa që mos me dalë mu në prit. Edhe nëse dojnë me na mytë, na lypin edhe ata pak, të hekin kes me na mytë. Jo me dalë në prit edhe me ju dalë vetë, me gjujt ata për qef tonin. Po tash nuk e kishim mundësin gjithë burgosin me e bohet njëtin gjahë që më nojsha adhon, që më nova për vete. Dulen ata gjithë burgosit, dulen, disa janë shef ashtu si unë, disa janë vra, ku shumë shef ju kanë vra në për shakte, në për dhoma, kanë zonë shef, unë kanë vra.
Na u mshefëm aty, na podrom, një pjesë ish me disa gypa kanalizimeve edhe ishin shpërthyja ata gypat e ujnave për i goditjeve granata. Ish pjesë, si me thonë, deri ka 30-40 cm e mush në uj, nashta edhe ma tepër. Edhe ishin disa gypa në thellë atje që mu ishim mu mshef, po jo shumë vetë. Mu kujtohet, i luta edhe ata shok tjerë, thanë jo, na dikush nuk pranoj me hi, me bo atë gjest, vlau edhe unë edhe një djalë i shok i jani i Strelcit, Deçanit, na 3 pranum, edhe 2-3 tjerë kanë qenë, po as sot nuk e di se kush kanë qenë. Jemi shku edhe jemi në ata uj aty edhe me një fjalë plagët, jemi mundu me lënë pjesën e epër mes me marrë infekcione. Edhe ata gjatë qaser për ju dhe kone kanë zonë sheft, i kanë mytë. Edhe të na erdhen, e hapen derën edhe na kontrolun me drita, me disa elektrika, po na ishim shefun që nuk më ishin me na pa ata, vetëm nëse mytën edhe ata hinë në ujë edhe vinë atje, më ishin me na pa. Po mënyrën se si këqyrën ata nuk mujtëm me na pa dhe patëm fatin edhe pështum për qatë ditë. Najtëm disa minuta, më me thonë nashta edhe ma tepër se një orë, ashtu edhe po i njim disa zhurma shqip. Na nuk e dishim se çka ka buat jashtë, ose çfarë plani kishin bua ata jashtë, po ata ishin shkuj, kishin mbledh gjithë Burgosnit në sallën e sportit, i kishin numëru edhe sipas dhanau, kanë thonë në rregull, jemi kaq, i kemi ekzekutu, kaq janë gjallë, edhe kanë vendos, kanë bërë një plan, ju kanë thonë tash jeni të lirë, bëni ç'është mundi, nesër bënu gati edhe ju transferojmë në përburgje tjera. Se këtu s'ka siguri, tani na gjatë procedurës, gjatë kohës që ishim aty të mshefun, po i njim Burgosit, po na mendja janë me të thonë drejtën, u fletën disa radio që i kishin disa të Burgosun që nuk janë larg UÇK-ja, janë diku afër burgjeve në ato malije, edhe mendja jeme po flas në atë moment, mendova që ata veç i murën që ta qa kenë Burgosun, edhe dulen tash e murën UÇK-ja, po nuk i shkon ashtu. Kur dulem na, i njim ata të folë Shqip, kur dulem pishojmë apet të njëjtit njerëz, të njëjtit të Burgosun edhe e murën vesh se si është bo plani. Kemi bo qa kemi mujt atë dit edhe deri me 24 maj, natën nonës, në mëngjes apet që të orët e hershme, dhe më thonë mëngjesi diku 8-9, na kanë da grupe. Në grupi jam që kom qenë, kanë qenë gjithë Plagosun. Disa i kanë qumë me autobusa, edhe disa na kanë transferu në Lipjan. Po gjatë transferit në Lipjan, na jemi transferu me vllaune, me disa shoke që kemi qenë Plagosun, një pjesë e tyne, jetonë, që kanë qenë përmi 300 kusur kanë qenë Plagosun. Sipas informacioneve që unë i kam, na kanë nisë për Lipjan që na nuk e dishim ku im ka shkuajmë, po disa herë, kur kemi jënë nalë, mund mes të rrugës edhe kanë zbrit gardianët e policia, edhe e shishim që po morin pozicione jashtë rrugë. Tash edhe atëherë kemi mendu kështu që mendojshim që mos pëdojnë me na lonë mes rrugë edhe me mendu që NATO janë forca policore edhe ushtarake edhe po na goditin neve, si që kishim një, se veç kishim një disa lajme që veç kishë ndodhë ashtu, edhe ajo ishtë pjesa e dhe më thone shumë e zërsh me përbalu, se tash
ishe i pa vetëdijshëm me një fjalë. Edhe nejse, arritëm ashtu të nalën në disa vena, arritëm në Lipjan, edhe në Lipjan kemi ndajt prej 24 majt deri me 10 qershor. Svetlan Martinović është në Kraljev. Une kom ndajt 5 muj e pak, kom ndajt në Kraljev me një dhomë me ta. Kom ndajt une i vetëmi shqiptar, aj edhe 4 serb, për veprat ndryshme. Aty kom ndajt me Martinovićin. Një muj, me të thonë drejten, nuk kom fol me asnjë. As ata me mu, as unë me ata, se as nuk e kom ditë gjuhën, po dha i ka ndajt i heshtun, nuk ka fol me mu. E ka ditë pse jam, se në ka njoh prej peje, po jo kështu personalisht, po në bazë të ndimeve. Se ata kanë pas nështë një, si me thonë, një mundësi matë mirë. Në çdo burg që kanë kalu, kanë pas një mundësi matë mirë se na. Ja, i më ka njoh, po gjatë vujtjes dënimit, me të thonë drejten, kemi ndajt aty mas një muje, diçka ka fillu me fol. Ka fillu me fol, po shumë pak shqip. Ka fillu me fol në gjuhën e vetë edhe aty të kemi shkëmby bisedat ndryshme, po mas një muje diçka, mas i ka fillu, të një në ka marrë edhe një kohë ashtu aty këtu, folke i fjalë shqip, i fjalë sërbisht, sa me një fjalë me kuptuhëne, të një edhe në fillova me mësu ka pak gjuhën, edhe e ka fitu i far besimin mu, me një fjalë e ka pasë, edhe të një edhe ata burgosnit serb, tjerë, e panë që edhe na ko kem njerëz si ata, nuk jemi, se ata, si me thonë, u shpreshin disa mënyra që si s'kishin taku shqiptar kur, ata po flas shokët e dhomë që i kisha aty, serb. Si pas informacioneve tyne, s'u kishra me taku, vetëm qa kishin dëgju përmes medjave, përmes qa dione. Edhe aty fillum të një ato lojnat e qa dione si i buem si gjithë burgosnit, fillum me një fjalë me komuniku bashk. Me zveti fillova e mësova gjuhën, po, si me thonë, aj Martinovići tash unë e disha, se unë isha edhe njeftum se qysh tek se e disha çdo gjë lidhje me ta. Martinovići, për këtë ata që se din, është si pikë spari, i ka bo 2 vrasje në Deçan, edhe 2 blagosje. Edhe ka ra në burg, qatë kohë që më ra me njoft. Tani, prej Kraleve, mas 5 muje pak, na kanë transferu në Dubrav. Mu, ata dhe gjithë burgosnit shqiptarë. I vetëmi aj ka qeni i serb, malazezat që ka qeni aj. Po kur kemi ardhën në Dubrav, me tonë drejten aj nuk e pat fatin me ardhën në pavilionin C. Ata e dërgun një tip mat lirë, edhe ka punu si kuzhinjerë, si qa dione ka shke buk, edhe në ka shke bukën me një fjallë. Ka punu në kip kuzhinjerëve. Po, gjatë procedurës e bombardimeve, mëna për mëna burgit, edhe që atyne grupeve që kanë hije, kanë bo vrasje në për shakte, që ata që të tregova, që më ku pjesë e podrumit kuzhinës me tromblona, me kësi, flitet që ka qenë edhe ajë një ndërta. Pra une për vetën nuk e kom pasë rastin me pa, po si pas të njimeve për i burgosnive tjerë, flitet që edhe ajë ka qenë pjesë e grupit. Tani kom dëgju që ka ikë prej burgit, e ka ikë në Malzin atë kohë, tani prej Malit Zi, i kom disa informacione, ka shku në Angli. Si ka shku nuk e di, po atje jeton, ka familje edhe jeton në Angli tash për momentin. Vllaun e tina, e kom pa edhe një vend tjetër gjatë bujtjes dënimit. Tani mas disa mujve, mas i ka marru lufta, e kom pa edhe në burgjet e Serbis, po aj në atë kohë ka ikë për i burgit Dubravës, ose ka në lëshu ata vetë, ose nuk e di. Pjesa e Lipjanit
na kemi qenë dikun ja 18 plagosur me një dhomë. Tash gjithve, ja kom harrua emna, disa nuk më kujtohen, i di me emna, po jo me mbi emna. Kemi qenë une, vlau, kamera me Gjekaj, kushërin jam, ka qenë Gjemsad Shehi, pi fshatit Prilep të Deçanit, ka qenë Agim Gashi, i fshatit Raushesh Pejs, edhe kanë qenë 3 prej një fshatit Onës Gjakos. Një prej tyne ka qenë moshën 18 vjeçare një Elmit Tahiri, edhe aty kemi vujt dënimin deri me 10 qershor. Për Gjemsadin isha nal me një pikë që gjatë vujtjes aty në dedve në Lipjan e kem pas ka njëherë një javët me na i pastru vartë, plagt. Edhe në kun një serbe, sa më kujtohet, që aty pavilionit tanë që ne ka pastru vartë, po vetëm me hidrogen. Edhe me një fash, me ato gërshonte që e kap fashën. Une kom pas fatin me flajt me një dyshek që është për një person, e kthejshim trup me vlaun, me Gjemsadin, edhe Kamerin, edhe qatë Agim Gashin. Si sa më kujtohet mu, Gjemsadi ka qenë fizikisht shumë i fort, i plagosun në brëll dikon, po o qu. Do më thonë, kur ka desh mu ngrit, në qatë dorë që e ka pas plagosun, o qu. Do më thonë, sa unë e di, dorën e ka pas në gjendje jo të keqe, se u shike. Po gjatë pastrimit varve, apet po thëmë, sa unë e kom kuptu, diku e kanë shty atë pjesën e metalit, atë plumit, atë që ka pas, edhe i ka hi diku në palca, nyja, nuk e di, diçka që ashtu dhe a i ka fillu mu keqësu. Edhe ka arë deri të vështërësit shëndetësore, në atë kohë ka vujt dënimin deri sa dalë me dorë, nisi me ju të hollu dora, me ju thaë, tash kush e njeh Gjemsadin e din, ka hek keq deri ditën e lirimit me atë plagë. Me 10 qershor, apet ashtu si gjithmonë, kur kapitulloj ishtë Jugoslavia, u dërzu, na kanë mbledh gjithë Burgosit me autobusa, me autobusa sa e di. Të plagosnit me një autobus tjerët, me autobusa tjerë dhe na kanë fillu për Serbi. Unë e kom pas fatin me kun një autobus, kemi qenë gjithë plagosun. Gjatë rrugës tonë e din, kemi pas rreziqe gjithmonë me vështërsi, dhe ishin ata ushtria, policia serbe, tu tërheke, o ku rrezik gjatë gjithë rrugë me dalë situata jashtë kontrole dhe me na dëmtu me një fjalë. Po, arritëm deri, unë me qatë grupin tam, që ishim me një autobus, arritëm me na qunë burgin e Pozharavacit. Aty, kur shkum, aty ishim disa autobusa, tash nuk kujtohet sa, edhe pe shohim një si tunel, një rresht, për 2 onëve të trotuarit, me polic pa numër, që ishin mbledh, që ishin përgadit vetëm me një fjalë, me na torturu, ashtu që din ata. Edhe i thëm vllau, veç jepi, kur t'him në rresht, se tash, aty i kisha matën, mas shumë ditë e vllau, thash, kur t'him aty, po mundohem me i dalë rreshtit deri në fund pa, se nëse arritin me të rëdzu, atër ishë problemi ma, se atër i kishe goditjet, i kishe dëmtimet shumë matrona. Edhe njëndër ata shokë që ishim aty, ishë edhe një farë bujar hima i fshatit Skivjan, të komunës Gjakos, edhe kemi deportune për ato rreshte,
ashtu që kemi mujt, edhe gjithë burgosnit, më ka rastin atë kohë, mu rreshtu në pavilionin 4. Edhe jemi rreshtu gjithë me kry për murin në pavilionin 4, jashtë në barë, dhe më thonë muret e jashtme të pavilionit. Edhe aty, ata e kanë bot veten ku kanë dasht ma tepër me torturu, kanë ma pak, edhe gjithmonë ata kanë shku të mosha e re, si të na heret, edhe i kemi përballu asaj pjese, gjithë. Edhe gjatë hymjes mrena paviljoni, dhoma, aty ishte i farë dhome madhe, si sallë madhe që e kishim përgadit për neve, aty apet kem pasë rrehje dhe na kanë kthy ashtu me kry për muri, na kanë da, dhe më thonë, në 2 pjesë të dhomës, edhe aty më kujtohet dhe kom dëgju një krisëm, ra dikush në tokë. Edhe nuk e dita për momentin, nuk e dita se kush ra, po jesh në pjesën e mas shpinës tanë. Jo ka krahë jam. Toni e mësu mas pak kohës se kush na njëherë nuk e murën vesh se bujari ka ndru jetë, po thani kanë marë, nashta ju ka ratë lega, po diçka, edhe kishtë qenë bujar hima, edhe një më shumë i Gjilanit, i komunës Gjilanit, ka qenë për vrasje, sa më kujtohet mu, i mosh shumë djetër, një dika 80 disa vjetë. Edhe a i ka qenë gjatë periudhës Lipjanit një dhomë, edhe e majnë manë, edhe ata thanë e kanë dërgu për ndim mjekësore, të nesrit vinë edhe na thirin dikon aty që din gjuhën, e din mu marrë vesh me ta, edhe tregun që bujari edhe a i plaku kanë rrujet. Edhe kaq. Për atë periudhë, toni kam vujt edhe një 4 muaj aty në atë burg. Si gjithka, torturat ato pak ranë. Fillim ka qenë jo mirë, toni u stabilizu pak gjendja, edhe kemi vujt dënimin edhe për 4 muaj disa ditë aty. Po flasim për natën onën, hala. Ka tetori i natën onës, si gjithmonë apet, në orë të hershme, na kanë marë mu vlaun Kushërinin Kamer Ahmet Gjekaj edhe disa tjerë, na kanë transferu në Sremska Mitrovica. Edhe atje na kanë dërgu në për dhomat ndryshme, dhe më thonë na kanë nda. Tash, transferin që e bon, një prej atyne që organizoj transferin e njësha prej burgit pejs. Edhe tash, na të mundu, sikur herën e parë, këtu në Pozharavac, të mundu që mos po kem mundësi me vlaun me hi me një dhomë, sikur që na ra fati për herë të parë me najt me një dhomë në Pozharavac, atje nuk e patë atë fatë. Se a i mbikëqyrësi e ndau vlaun e qajnë dhomën 1, e mu më qajnë dhomën 4. Dhe më thonë, nishi ish në fund të korridorit, unë isha në pjesën tjetër të korridorit, edhe aty kemi vujt edhe 13 muaj burg. Edhe, si më thonë, aty ka qenë, Sremska Mitrovica ka qenë burg i izolum total, burg i ronë, ushqim katastrofik, vetëm sa me mbjetu. Edhe mas 13 muajve, atër raki pushteti i përparshëm, edhe hipi, si pas asaj kohë, një kryetari Serbis tjetër. Edhe në qadionin për disa amnestionet ndryshme të asaj kohë, nuk me një fjalë nuk ken të gëzum të burgosnit e serb të asaj kohë edhe
organizojnë një protest masive në për gjitha burgjet. Edhe na ishim në katin e tretë, shqiptarët ishim në katin e tretë, 4 dhoma, një dhomë ishim në katin e dytë, sa më kujtohet mu. Gjithse ishim, do më thonë, 5 dhoma me të burgosin shqiptar, edhe na erdhen ata të burgosinit serb. Gjithmonë sa më kujtohet mu, na lutën për medalë me ju bashkanxhit, na nuk dulem shkaki që nuk e dishim se çka është plani, nuk ishim të informuar për asgjë. Thoni ata e bën vetën edhe ja vun zgjamin pavilionit. Edhe ata kur ja vun zgjamin, zgjami filloi prej zyreve të gardianëve pej poshti, ku kanë qenë ka pak edhe si të veshne me dru, edhe tymi filloi gjithë korridorit edhe na patëm të pa mujsh me mbjetu aty edhe menzi kemi kalu pa na i humbje e me dalë deri na barë dhe jemi bashkanxhit gjatë gjithë ditës ne për ato kulmet aty në punëtoriva, aty në qadione, po burgi ka qenë i rrethu me policie, ushtrie, qadione. Na kemi ndajt si bashk, kur kanë ardhë orë të vona dikur, masi o të rru, e kemi ndëgju që diçka ka organizohet për neve dhe me disa për organizatorëve shqiptar na kanë mbledhë dhe thanë që duhet me shku dhe na kanë thirrë te hymja e burgit edhe na kanë transferuar në burgin e Beogradit, që i bjen në 2000-ën. Diku ka nëndori i 2000-ës. Aty jemi transferu me apet me disa burgosun që kemi qenë gjithë aty në Sremska Mitrovic, edhe aty kom vujt diku ka 7 muaj burg, deri me 25 maj 2001-ës, me 25 maj 2001-ës jam liru, po mas amnestioneve që në ka pjesërisht gjithë burgosin shqiptar, që o buaja marrëveshja për lirimin e burgosin politik. Pa i momenti, si me thonë, na nuk e dishim që kemu liru bash atë ditë, se na në fakt e kishim edhe një muj. E dishim që lirohem, se amnestioni e dishim sa qysh tek atë përqinjen e burgit na hek, po një ditë prej ditëve, do më thonë një muj për para, vetëm kur na erdh një gardian edhe tha duhet me shkue me i marrë ata fletëlshimat, duhet me shku diku poshtë, diku një zyre. Edhe na therren edhe shkum i morëm ata fletëlshima, më kujtohet si sad aty kështë qenë një femën e më shume që i bëjka ata fletëlshimat, edhe tash kur radha të one, ajo e dike edhe rastin edhe gjithë shka, ata atë punë e bëjshin aty, gjithë shka kanë ditë për se cilin. Tha, shko, tha, në shpi, tha, dhe mos ba mo kësi sen, thash aty, thash, nuk e di, unë thash, qësh, asi tha, apo dënë, tha, me ta shty, tha, apeta, po, shko, tha, të shpia, thash, aty e din ti, thash, ti e ki punën tonë, unë e kom punën teme, edhe ne ka lëshu ata fletëshima, tash ata e organizojshin ditën e nesme për me shkryqit koq, për me bo transferin prej Beogradit edhe në Prishtinë. E kanë basat zyrën e caktum që na kanë pru aty edhe ashtu edhe ndodhi. Në më thonë, lirun mu edhe vlavën atë ditë, nesit, po mendoj, edhe o konë dita e lirimit është një ndër ditë që s'harrohet kurrë, me thonë drejten. Që kur kemi ardhë, dhe më thonë, kur kemi hy me njëherë në pjesën e mërdarit gjatë aty në levizje që leveshin me makine, u shike gjithë shka në ryshe, flamojt, ato kanë qenë momente që unë si harroj kurrë, dhe më thonë, është diçka e pa besueshme. Edhe kur kemi arrit aty, atëherë kem pas mundësin me i pa familjet, me i pa gjithë, po une atë ditë nuk e pa ta fatin, edhe nuk ishin në ndjeni, familja e ngushtë, po i kisha gjithë në Kanada. Për pas vllai që e kisha me veti, aqt, djemta aqt, se nipa e familjare, kushëri, gjithë ishin kona aty të na prit.
edhe kemi ardhë, na kanë marrë, na kanë prit mirë, edhe kemi ardhë jemi nisë për rrugë për Deçan. Po ku kam shku në Deçan, me thonë drejten, o ku në apet e pa besueshme se na kanë bu aty një gjiro për mes qendrës Deçanit me makinat organizume, me flamuje, me qadione, muzika që si kisha ndëgju kur, dhe më thonë, najherë muzika treja, patriotëve që ishin vrat, patriotëve që janë gjallë, hala sot edhe, hala veç më kalojnë, ka herë kur ti menoj, është diçka e pa besueshme. Ajo ka qenë, dhe më thonë, dita ma e gëzume për mu dhe familjen teme. Na kem pas onër, për ta tregoj ditën e parë që ku kom shku me flajt, e kom pas onër, dhe vjen një ditë që hap derën vetë. Edhe do më thonë ndodhi ajo ditë. Ndodhi edhe ajo ku një gja që u doke që është e pa muishme, po ajo ditë edhe ndodhi edhe nejse kemi kalu ato ditë, me thonë dhe dikun janë një muj ditë, ka pas gjithë kohën, gjithë ditën, promje, njerëz, shok, familjar, kemi kalu ditë më të mira të jetës teme në që ato ditë. Edhe pse nuk e kisha familjen e ngushtë, kisha vetëm vllajën që isha aty, se deri sa e patën mundësinë të një me ardhë, se ashtu kanë qenë si emigrant të rit asaj kohe në Kanada, dhe deri sa kanë ardhë me mundësitë, me letra, me dokumenta, me pajisje, për me ardhë mas 2 mujve, që muj dhjetë, ja diku 2 muj e gjysë, mas i jemi liruje në ardhë, në kanë vizitua dhe familja, dhe kemi kalu ditë ma të veçanta në jetë tonë. Unë mendoj që gjenerata e re du të me pa vetë, edhe kanë argumente të bollshme me pa me ditë, nëse dojnë me ditë. Edhe mi njek hapat e këtyne që kanë dhonë shumë për vendin e vetë. Tash, këta ta bojnë për zgjedhjen.